Një incident i rëndë është regjistruar në zonën e hidrovorit të Akërnis, aty ku prej javësh ka nisur punimet për ndërtimin e një resorti turistik. Sipas informacioneve paraprake, një person ende i pa identifikuar ka depërtuar në kantier dhe ka spërkatur me lëndë djegëse, një skrep dhe disa mjete të tjera të tonazhit të rëndë. Si pasoj, njëri prej skrepave është përfshirë plotësisht nga flakët dhe është shkrumbuar pothuajse totalisht. Burime nga vendngjarja bëjnë me dije se zjarri ka shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale, ndërsa mjetet e tjera kanë pësuar dëmtime më të lehta. Në vendngjarje kanë mbritur forcat zjarrfikse, të cilat kanë bërë të mundur neutralizimin e flakëve, si dhe shërbimet e policisë që kanë nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e ngjarjes dhe për të identifikuar autorin ose autorët. Paraprakisht, dyshohet për zjarrvënie të qëllimshme, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që ngjarja të lidhet me tensionet dhe kundërshtitë e vazhdueshme që kanë shoqëruar këtë investim në zonën e mbrojtur të Akërnis. Policia po punon për të dokumentuar shkakun e saktë të zjarrit dhe për të hedhur dritë mbi motivet që mund të kenë çuar në këtë akt. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.